Po përderisa nuk janë në jurisdiksionin e Bashkisë Islame, për neve si qytetarë do të më konë rrezikshme një sudë domethënë time më të tjeshme se nga janë financuar, nga rrjedhin dhe se si është domethënë organizimi i tyre. Sa janë të rrezikshme kjo qasje, kjo mënyrë e qasjes? Po përderisa nuk janë në jurisdiksionin e Bashkisë Islame, për neve si qytetarë do të më konë rrezikshme, do të më konë me ditë faktikisht se ta të e marrë parasysh që kemi një numër të madh rinisë që frekuentojnë xhamiat, mundën me qenë edhe ndoshta pikësynimi aty me grupacioneve që mundën me i kap këtë grup moshe edhe me i kthy ndoshta në një kohë të caktuar me një tarë më të afërt edhe si rrezik për shtetin e Kosovës. Na si komunë do të hapat e parë me e qit inspektoratin në terren, me bëjmë evidentimin aty në vendeve që shfrytëzohen si mesxhide, domethënë edhe mbas asaj do të me vërtetu që në Bashkinë Islame nuk janë të regjistruar si mesxhide, domethënë në jurisdiksionin e tyre, edhe më pas unë besoj që duhet edhe organet e rendit me u lajmëruar dhe me u marrë me rastin edhe më një sud domethënë time më të tjeshme se nga janë financuar, nga rrjedhin dhe se si është domethënë organizimi i tyre mesxhideve.